Zoti Kryeministër në vitet 2014-2016 pati një fluks të madh të largimit qytetarëve nga vendi për shkak të kushteve të vështira ekonomike, të punësive për të jetuar një jetë bazike dhe shumë tjerë për shkak të sistemit shëndetësisë. Për më shumë se një dekatë pushtet, cilat janë masat konkrete që keni ndërmarrë ju për t'ju krijuar shqiptarëve arsye të forta për të ndërtuar të ardhmen në Shqipëri? Dgjoj. Është e vërtetë që në atë periudhë pati një fluks të shtuar sepse ishte kriza e madhe e emigrimit dhe e dyndjes emigrantëve në Europë dhe u hapën shumë kanale për të arritur me shpejtësi dhe për të shfrytzuar atë krizë duke u vendosur në Gjermani. Kjo është e vërtetë. Tani, këtu shkop magjik nuk ka i dashuri. Unë di që çfarë kemi bërë ne nuk e ka bërë askush. Dhe ta them këtë me fakte. Dhe askush më parë. Po të them që buxheti i shëndetësisë, kur ne morëm detyrën, ishte rreth 250 milion euro. Sot është 760 milion euro. 3 fish. Po të llogarisësh buxhetin për mbështetjen sociale, se ne kemi bashkë shëndetësia dhe mbrojtja sociale, ishte 130 milion. Sot është 260 dhe të dy bashkë janë 1 miliard, për shëndetësi dhe mbështetje sociale janë 1 miliard euro. 600.000 shqiptarë të pasiguruar marrin shërbimin shëndetësor falas njësoj si tjerët, dhe pse s'kan paguar ndër vite kontributa se s'kan pasur mundësi. 53 spitale të reja të ndërtuar, nuk i nga ndërtuar askush, asnjëherë. Asnjëherë. 53 spitale të reja të ndërtuara, 10 nga të cilat nuk ekzistonin fare. 43 të tjerat prishur komplet nga rrëzuar në tokë dhe rindërtuar. Dhe pajisur me aparaturat fjalës fundit që nuk kanë ekzistuar fare më përpara. Çmimet e barnave 30% në tërësi më të ulta se sa në 2013. Ndini këtë? Sot që flasim. Sepse hoqëm komplet të vëshën e barnave. Dhe nga ana tjetër kemi dyfishuar fondin për barnat e rimbursueshme, duke shtuar 200 medikamente të reja. Dhe janë 210.000 pensionistë me shifra, me fakte, me lista, që përfitojnë 100% barnat rimbursueshme. Kjo është për gjithë ata që thonë po se nuk ju del për këtë, s'ju del për atë. Pa tjetër që pensionet janë shumë të ulta dhe ky është i problemi madh dhe ky është problemeve që duam të adresojmë një mandat në 4, por ama 100% barnat rimbursueshme për 210.000 pensionistë. Ka dhe të tjera që mund të them, se pagat e mjekëve të infermierëve të tjerë, por po të them diçka tashti, që në mandatin e 4 ne do të përmbyllim transformimin epokal të shëndetësisë, duke përmbyllur transformimin epokal të qendrës spitalore universitare në Tereza. E di çfarë do bëjmë të qendrës spitalore universitare në Tereza dhe jemi në proces. Kemi hedhur bazat. Do të marrim një qendër ekselence europiane. Nuk them ende emrin, por e dim shumë mirë se kush është. Dhe do të bëjmë administrimin e qendrës spitalore universitare në Tereza me atë qendër ekselence europiane. Dhe do të ndërtojmë këtu, do të sjellim këtu si pjesë të kompleksit universitar, një nga universitetet më të mira të Europës në mjekësi, që do ta bashkojmë me universitetin tonë të mjekësisë. Dhe në Shqipërinë e 2030-s, do të kemi
një destinacion për shërbime shëndetësore dhe kurime e ndërhyrje kirurgjikale nga më të mirët e Europës. Nga më të mirët e Europës. Prandaj rri këtu unë, prandaj jam i pangopur me progres, me ndryshim. Okej, çfarë kemi